pyetja e fundit me që e përmendi që varet se si e ruajmë. Nanat, babat, prindrit që kanë me udhëtu gjatë kohës kur fëmija janë duke marrë një terapi. Është tazam sirupi është në frigorifer, po kanë me shku dikon e marrin sirupin me vete, pastaj nuk e kanë vendosur frigorifer. Sa i hup efektin ose sa mundet me u dëmtu? Brenda një kohë shumë të shkurt, brenda ditës po flas nëse që e mojmë çantë në kerr. Po, nëse temperaturat nuk janë shku shumë të larta, nuk prishen Qatë shpejt. qatë shpejt. Okej. Po flasim për disa ditë. Sepse për transport janë vetëm ato termolabilet që duhet marrën me çanta me akull. Edhe terta. Për ndryshe nuk është ndonjë problem pse te ke bërë 1 orë, 2, 3, 4 udhtim, nuk prishet aq shpejt. Sepse unë besoj që shto këtë kemi frikën, kur të mrim atje e blem një 3. Ma shumë bojnë problemën në për shtëpia që shimojnë se sa në transport. Në transport, kështu që e hekeni dhe prindërve. Na çdo herë po flas për vete, çdo herë them s'ke nevojë me rujt, se më pa unë ku u mora. Ato që duhet me rujt frigorifer unë të kallzoj. Se e shkruaj aty. Edhe e shkruan edhe gjithmonë farmacistat profesionist e thonë edhe e kanë obligim ta informojnë qytetarët. Është mirë mu eduku si qytetar, kur ti dën me marrë një ilaç, po flasëm përgjithësisht, po përmeni, as suplemente, as kur gjë. Kur gjë nuk është që ti pe pagun atë, ti ki nevoj për të, merrit disa informata. Edhe në rregull, halo pa pore i kanë. Informata. Po, se gjithë kënë në botë paguhen për informata. Me marrë një, ku do që shkojnë, marrin një informat, ata ja bojnë një paragon. E kështu që nuk ka nevojë me rezistu. Edhe nëse i din, nuk është edhe njëherë marrë, edhe njëherë me vetë. Sa sta nuk i din akret. Edhe na mundu me harru, po çdo kur i përsëritëm gjonat, çdo na rikujtohen edhe na bëhen më të freskëta. Unë besoj që farmacistat që më njohin pak pritojnë kur shkojnë në gubernatore se bëj shumë pyetje. I lodhi shumë me pyetje sepse kam kogja fobi kështu mos po bëj diçka gabim mos kështu. Po në rregull është ajo punë është e jonja. Po, e di, po ne jam falendërues për krejt ata që deri tash ku pas kontakt kanë qenë. Duhet me shpjegue. Edhe nuk është marrë diçka mos më të kujtu, sepse unë çdo herë them, nëse dikush e ka kryer një profesion. Nuk do me thonë mi dit 10.000 këtë përmenç. Mirë po, ti mu mjap ko 20 sekunda, edhe unë me njëre e bëj refresh që ato, e gjej edhe ty të hap informatën, kështu që na nuk jena të himë provem aty. Na jena të dosh me bëdhë zgjedhjen e problemit. Edhe zgjedhja e problemit bëdhë vetëm nëse na bashkë bisedojna.